Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Ritakojmë kështu përsëri së bashku me këtë edicion të ri. Ju tham, në përfundim të edicionit kaluar që do të ritakojmë së bashku dhe ne mbajtëm fjalën. Natyrisht, dua të falenderoj të gjithë këtu tek RTS Korça që edhe këtë sezon do të jenë me evente sportive pranë jush, për të dhënë atë çka ndodh në fushat e futbollit, në pallatet e sportit, por jo vetëm. Nuk janë vetëm kategoritë e rritura, por janë edhe të vegjël. Të gjitha këto do t'i kemi në qendër të vëmendjes edhe për të edicion të ri. Ndofta do të vi me risi të reja për këtë emision, por të gjitha këto do t'i zbuloni duke qëndruar gjithmonë me ne. Qëndroni në ekranin e RTS Korçës në emisionin ton Sport që starton. Natyrisht, i kemi munguar njëri tjetrit. Ne ju kemi munguar ju, ashtu siç ju nga ekrani i vogël na keni munguar ne. E kam ndier këtë gjatë gjithë kësaj periudhe, por e kemi ndier të gjithë ku ju keni dashur dhe keni kërkuar kur do të fillojë emisioni në RTS Korça, pikërisht emisioni i jonë Sport. Dhe ne e mbajtëm fjalën. Jemi përsëri këtu. Dua të falenderoj të gjithë drejtuesit të cilët u përgjigjën pozitivisht për të vazhduar edhe në këtë emision, por në mënyrë të veçantë edhe të gjithë miqve tanë, të cilët janë këtu në studio me opinionet dhe mendimet e tyre, por jo vetëm ata në studio, por edhe të gjitha lidhjet që ne do të krijojmë kudo ku kemi të gjitha mundësitë dhe besoj se kemi mundësi të mëdha. Po zgjatem pak sot, por për t'u thënë që qëndroni tek ne. Starton pra ky emision për këtë sezon. Natyrisht, kemi arritur tek java e 4 e futbollit. Jemi në javën e parë të lojnave me dorë. Ka startuar edhe futbolli i të rive, por jo vetëm, pasi kemi edhe evenimente sportive jashtë qytetit të Korçës e natyrisht ku nuk do të mungojnë edhe ato ndërkombëtare. Them këtë, sepse shumë personalitete të botës së sportit po spikatin kudo, jo vetëm me flamurin shqiptar, por duke mbrojtur edhe ngjyrat e ekipeve tjera. Gjithsesi, ata janë shqiptar dhe të gjithëve ne na bëjnë krenar. E pra miq, qëndroni me ne në emisionin e sotëm, atje ku do ta fillojmë këtë emision si zakonisht me prezantim. Pra tradita vazhdon. Po fillojmë me Ildi Merollin. Ildi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, dhe një emision të mbarë dhe një sezon të mbarë për të gjitha ekipet e Juglindjes në veçanti, në të gjitha sportet e mundshme. Shpresojmë që ky edicion të sjell vetëm lumturi dhe sukses dhe të ketë një lloj argëtimi dhe dashamirësie nga të gjithë sportdashësit e rajonit juglindor. Ildi, kush mungon ekrani? Padyshim po, pasi dihet që emisioni juaj dhe RTS Korça ka një influencë dhe një ndjekje masive në zonën tonë dhe me të gjithë së bashku mezi kemi pritur që të rikthehemi dhe të japim sadopak kontributin tonë në lidhje me informacionet dhe ndodhit që ndodhin në sportin shqiptar. Brenda Salin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi. Mirë se vjen. Kënaqësi të jemi bashkë këtë sezon në studio dhe shpresojmë të japim opinione dhe mendime dhe analiza sa më cilësore dhe të vëra për spektatorët. Por jo vetëm, pasi në fundit le të na dëgjojnë edhe çka të trajnerët. Mund të jemi edhe një kritik dhe unë dua ta kemi edhe këtë frymën e kriticizmit. Është domosdoshme, por nuk e dëgjuan pastaj, është më problem për ata, kush e pranon kritikën, ecën përpara, është pozitive. Ekran tjetër. Petrika Angjeli, mirëmbrëma Petrika. Mirëmbrëma Romi, suksese në këtë sezon të ri. Shpresoj që çdo gjë të shkojë ashtu siç duhet, si për ekipet tona, por edhe për emisionin, të gjithë në fund fare të kemi dalë me sukses. Ti e di që unë të ngacmoj pak tek ajo emisioni thashë them. Kur fillon? Thashë them me sport do të filloj ditën e njëjtë në orarin e zakonshëm. Në orën 5. Në orën 17. Në orën 17 live në RTS Korça, patjetër. Gerti Kote, mirëmbrëma. Suksese për emisioni Romi. Është gjë e bukur sepse shumë informacione që marrim dhe do sjellim për të shumë njerëz edhe nuk kanë mundësi për të informuar, ndoshta kjo studio jep shumë mundësi që të informojnë dhe të... Jo, Gerti ke shumë të drejtë, sepse jo vetëm sportdarësit, jo vetëm në mënyrë të veçantë ata tifozët, unë e thash në fillim të emisionit që kërkonin me ngulm kur do filloni emisionet dhe ja dham pozitivisht, por në të njëjtën kohë edhe vetë futbollistët, edhe vetë trajnerët, sepse edhe shpeshherë ndoshta mund të mos i pëlqejnë ato që themi ne këtu në studio, por ta kenë të qartë. Të gjitha ato ne i themi për të ndihmuar. Normal. Sepse Skënderbeu është i gjithëve, por edhe ekipet e tjera. Por do të vazhdoj pak Ildi tek fakti që u thatë Juglindja, por unë do ta shtrinja më shumë gjeografinë. Ndoshta gjatë gjithë kësaj periudhe, për të qenë modest, nuk po e them sepse jemi ne këtu dhe sepse në fundit merita është e RTS Korçës dhe jo jona, edhe nga jashtë Korçë na shkruajnë të gjithë për të mësuar
sepse ndofta jemi të vetmit që zëm në gojë kategorinë e parë. Pa dyshim, pasi besoj se kategorie e parë, po edhe kategoria e dytë ka shumë pak hapësira në mediat e tjera dhe RTS Korça është një lloj burimi, një lloj dritare shumë e madhe, qoftë për promovimin, por edhe për informacionin e shumë si të sportistëve, por dhe për rezultatet. Besoj se nëpërmjet kësaj dritare fokusi do të jetë gjithmonë për të dhënë atë promovimin e nevojshme, pasi në këto vitet e fundit qoftë kategorie e dytë, por edhe kategorie e parë kanë bërë hapa galopant për sa i përket ngritjes së nivelit. Dhe tifozët janë të shumtë dhe sportazhet janë të shumtë, të gjithë kërkojnë informacion. Por ne nuk jemi vetëm tek televizioni. Brendon, jemi edhe tek radioja. Patjetër, radioja vazhdon gjithmonë, dashuri e vjetër dhe patjetër çdo të premte në orën 17 në valët e Radio Korçës 89.5 vazhdojmë me Përtej Rjetës, emisioni që nisëm sezonin e kaluar, kështu që për të gjithë dëgjuesit e Radio Korçës i njoftojmë që do të jemi edhe këtë të premte duke filluar nga kjo javë, madje me transmetim me lidhje direkte nga Pogradeci për ndeshjen Pogradeci Skënderbeu që është ditën e premte në orën 16. Mos më thoni që nuk ju dash minuta televizive dhe ju të radios. Jo, ndërsa tek ju nuk kemi ankuar. Mirë miq, kjo ishte natyrisht emisioni i parë dhe e zgjata pak për të bërë një prezantim, por unë ju ftoj edhe një herë dhe ju them përsëri, qëndroni me ne. Pasi ne do të jemi javë pas jave me evenimente sportive, nuk do të mungojnë, do të jemi me transmetime të drejtë për drejta, edhe nga ekipet e kategorisë së dytë, por në mënyrë të veçantë, edhe tek Skënderbeu, ju 19-tave që pas pak ditësh do të ketë edhe kompeticionet europiane dhe nuk është të pak. Pra, të gjitha këto do t'i ndiqni vetëm në valët e RTS Korçës, por në të njëjtën kohë edhe tek radio, ashtu siç tha edhe Brendoni. Po e filloj rubrikën e sotme sportive, krejt ndryshe disi duhet thënë, për vetë faktin sepse një ngjarje e madhe sportive është regjistruar. Korça, ai qytet që ne të gjithë e duam, ai qytet sportiv, me ambiente sportive, me ekipe sportive, me një histori që ka lënë gjurmë në analet e sportit shqiptar, ndofta ka hedhur kandidaturën, jo ndofta, por uroj dhe shpresoj që ta fitojë kandidaturën për të qenë qyteti europian i sportit. Le të ndjekim kronikën, rikthehemi në studio për ta diskutuar këtë çështje. Korça mikpriti delegacionin e organizatës ACES Europë, i cili inspektoi nga afër infrastrukturën sportive, ambientet e dedikuara për sportistët, si dhe projektet e zhvillimit të ardhshëm. Delegacioni ndoqi gjithashtu një prezantim mbi traditën e pasur sportive të Korçës dhe vizionin e saj për të ardhmen. Në takim morën pjesë figura të rëndësishme të sportit dhe institucioneve shqiptare, mes tyre presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli dhe zëvendës ministri i sportit, të cilët shprehën mbështetjen e tyre të plotë për këtë nismë. Korça është qyteti perfekt për të bërë një aplikim të tillë dhe për të mbajtur një titull prestigjos, siç është titulli Korça i qyteti evropian i sportit, për disa arsye, së pari për traditën e pasur që ne kemi në sport, së dyti është infrastruktura sportive që ne kemi në qytetin e Korçës. Që nga momenti që ne kemi diskutuar për të bërë gati, kishë bërë një prezantim dinjitos, ku dhe antarëve të komisionit dhe presidentit i ka pëlqyer, infrastruktura ishte spektakolare, këta kanë parë një infrastrukturë europiane sot. Besoj që kemi nisur këtë punë së bashku me zotin Lupateli, kur Tirana u shpall kur qyteti europian i sportit, dhe kemi vazhduar ashtu edhe me titullin e Vlorës, qyteti europian i sportit, Shkodrës që është këtë vit, dhe tashmë po kandidojmë për Korçë. Impenjimi i bashkisë, i kryetarit bashkisë, në kryetarit dhe gjithë stafit të bashkisë ishte në nivele maksimale. Ky hap i rëndësishëm pritet të forcojë imazhin e Korçës si një qytet me traditë sportive, duke e vendosur atë në qendër të vëmendjes në nivel europian. E pra, kjo ishte kronika që kishte përgatitur edhe kryeredaktori i RTS Korçës Llazi Saro dhe na dha një informacion. Ildi, po e filloj me ju. Ç'do thotë kjo për Korçën? Besoj se është një diçka madhështore për sa i përket qytetit të Korçës, por mendoj se është edhe një gjë që e meriton, pasi siç edhe u përmend infrastruktura, ndikimi që qyteti ka pasur në të gjitha sportet, mendoj se ka ardhur momenti që Korça të marrë atë vlerësimin e dur dhe
besoj se do t'ja arri që në fund ta fitoj edhe këtë çmim, nisur nga të gjitha ato që u përmenden edhe te kronika që kishte përgatitur Llazi, por besoj se Korça është një model suksesi jo vetëm në pjesën e kulturës, por edhe në sport i ka dhënë atë impulsin e dur duke treguar vlera të mëdha për sa i përket arritjes, por edhe edukimin sportiv. Brendon, një frymëmarrje për Korçën dhe kam fjalën këtu për sportistët, për të rinjtë, që në fund të fundit ne të gjithë duam të hyjmë në Europë, por le të hyjmë me sportin të parët dhe pastaj të tjerat. Jo, deri diku sporti, si me Skënderbeun dikur dhe me Kombëtarin, le të themi ka hedhur ato hapat e para më afër Europës, le të themi më shpejt se një pjesë tjetër e sektorit të vendit, megjithëse kuptohet dhe sporti ka ato problematikat e tij, nuk është imun ndaj tyre. Për rastin konkret duhet thënë që ACESI është një organizatë jo qeveritare që është partnere me Komisionin Evropian dhe këto çmime si Kryeqyteti Evropian i Sportit, Qyteti Evropian i Sportit dhe 2-3 çmime të tjera jepen edhe sipas kategorisë. Pra Qyteti Evropian i Sportit jepet për qytete nga 25.000 deri në 500.000 banorë që Korça hyn në këtë kategori dhe prandaj është kandidate dhe ka aplikuar bashkia dhe institucionet e tjera kombëtare si Komiteti Olimpik dhe Ministria e Sportit. Është një çmim që sidomos ka objektiv të vlerësojë, të nxjerrë në pa ose të promovojë ato qytete të cilat nëpërmjet sportit, domethënë kanë përdorur sportin si instrument edhe social, edhe ekonomik që kanë ndihmuar në gjithëpërfshirjen e komuniteteve të ndryshme, në thyrjen e barrierave, paragjykime, përfshirjen e të rinjve dhe komuniteteve të tjera qoftë minoritare ose të natyrave të ndryshme në sport. Pra është një le të themi një vlerësim shumë i madh për Korçën për të arritur në një nivel me qytetet tjera europiane që kanë gëzuar këtë çmim në vitet e kaluara. Petrika, ne ke vënë një kandidaturë, besoni se do të jemi ne ata që do ta fitojmë, pasi ka dhe kandidatura të tjera? Patjetër, mua më duket e çuditshme se si Shkodra dhe Vlora e kanë fituar këtë përpara nesh, ose ne nuk kemi marrë pjesë në kjo gjë, sepse tashmë dihet unë ne e them me siguri që në infrastrukturën sportive për të gjitha sportet ne e kemi shumë herë më të mirë dhe se të Vlorës dhe të Shkodrës, madje do të shoh edhe se Tiranës. Shumë klube kanë ardhur këtu për të bërë fazën përgatitore, por jo vetëm në pjesën e futbollit, tenisi, basketbollit, të gjitha këto fushat dhe hapësirat që ne kemi nuk është se i gjen kollaj në Shqipëri, kështu që besoj se ne e meritojmë këtë çmim dhe besoj se do ta fitojmë. Jeni i bindur që do ta fitojmë? Patjetër, përderisa ka fituar Vlora dhe do ta fitojmë ne. Me atë stadium që ka edhe me ato kushte që ka. Gerti, ti si një trajner i Akademisë së Skënderbeut, natyrisht me ata fëmijë të vegjël, kur dëgjoni një lajm të tillë, kur edhe vetë ju i prekni dhe i ndjeni këto ambiente që janë të një niveli më të lartë, sa ju ndihmojnë dhe a është kjo një shtys? Është gjë e bukur dhe e meritojmë si qytet, sepse jo vetëm futboll, çdo lloj sporti, Korça i ka dhënë, domethënë i ka dhënë prioritet, po. Çdo dhe sportet të gjitha në Korçë pothuajse kanë nicur më pak. Dhe është gjë e bukur mendoj dhe po e fituam do ishte për të gjithë. Po, jo vetëm për ne si trajner, jo për fëmijët, po për të gjithë sportistët. Për gjithë qytetin e Korçës. Urojmë dhe shpresojmë që të ndodhë një gjë e tillë dhe unë jam i besimit që do të ndodhë pasi dhe miqtë e mi në studio shprehin të njëjtën opinion. Largohemi nga kjo temë për të kaluar tek ajo çka ka ndodhur. Pikërisht, do të kalojmë si gjithnjë tek futbolli. Nuk themi më Skënderbeu i Superligës, por themi Skënderbeu i kategorisë së parë. Gjithsesi, është e bukur edhe kështu. Aty ku ka futboll, aty ku ka emocion. Dhe emocionet këtë javë të katërt na i solli ekipi Skënderbeu me fitoren që arriti me rezultatin 2-0 ndaj ekipit të Ilirisë. Le të ndjekim kronikën dhe le të diskutojmë me miqtë në studio se çfarë ka ndodhur dhe le të bëjmë një analizë edhe qoftë edhe teknike për atë fitore të ekipit të Skënderbeut. Skënderbeu u ngjit në krye të renditjes së kategorisë së parë në pritje të ndeshjeve të tjera të javës së tretë, pas fitores 2-0 kundër Ilirisë të premten. Skuadra korçare fitoi me nga 1 gol për çdo pjesëlojë. Megjithatë, 3 pikët nuk ishin të lehta përballë miqve luftarak, debutues në kategorinë e parë. Ndeshja pati fillim të mirë për Skënderbeun, që i gjeti rrjetën minutën e 9, kur Naser shënoi me ngjotje të fortë me të majtën brenda zonës. Takimi u zhvilloi i hapur, të dyja skuadrat kërkuan shënonin për shkuar në pushim pa tundje të tjera rrjetash. Në pjesën e dytë, Iliria hodhi më tepër syt nga porta korçare, por vendasit e siguruan përfundimisht fitoren kur Çuçka shënoi golin e dytë në minutën 72, pasi aksionit të gjatë mbyllur me gjojtjen pak metra larg portës. Me 3 pikët, Skënderbeu ka përcen Laçin, që ka 6 pikë pas 2 ndeshjeve të para.
E pra, kjo ishte gjithçka që ka ndodhur në javën e tretë, natyrisht do të kemi një javë të katër, një javë shumë interesante, aty ku do të kemi derbin e prefekturës Skënderbeu, po Gradeci Skënderbeu, por gjithsesi atë do ta diskutojmë më tej. Për të qëndruar pak tek kjo pjesë, por para se të kalojmë tek analiza, Ildi, është mbyllur dhe java e tretë. Skënderbeu merr kryesimin me 7 pikë. Çfarë ka ndodhur këtë javë? Mund të më thuash pak rezultatet? Po, për sa i përket javës së tretë, u shënua në total 8 gola, spikat fitoria e Skënderbeu 2-0 ndaj Iliris, ndërkohë Kuksi Lushnja 1-1, Besa Apolonia 1-2 dhe Pogradeci Laçi 1-0. Për sa i përket renditjes në këto 3 javë të para, kryeson Skënderbeu me 7 pikë, i ndjekur nga Laçi me 6 pikë, Pogradeci në vend të tretë 5 pikë, ndërkohë në vend të katërt Apolonia 4 pikë, Kuksi po me 4 pikë në vend të 5, me 4 pikë dhe Bureli në vend të 6, ndërkohë në vend të 7 Lushnja 3 pikë, Luftëtari në vend të 8 3 pikë, Korabi në vend të 9 3 pikë, 3 vendet e fundit Besa 2 pikë, Kastrioti 2 pikë dhe mbyll tabelën Iliria me 1 pikë. Pra kjo është çka ka ndodhur në javën e tretë, por jo vetëm, pasi u thatë edhe për renditjen. Atëherë le të kalojmë pak tek ndeshja e Skënderbeut. Skënderbeu që në këto 3 javë ka 2 fitore, 1 barazim. Për të qëndruar tek kjo fitore, e pritshme kjo me Ilirin? Po, padyshim, besoj se ka qenë një start pozitiv për nga vetë vlerat dhe historia që klubi Skënderbeut mbart. Pritshmëria ka qenë maksimale për sa i përket 2 ndeshjeve të zhvilluara në shtëpi ndaj Burelit dhe ndaj Iliris, skuadra ka treguar se e ka atë brumin për të bërë diferencin dhe për të qenë ajo lokomotiva e këtij kampionati, ndërkohë që mund të kemi ndonjë rezervë të vogël për sa i përket duelit ndaj Lushnjës, pasi i kishte mundësitë për ta vrarë sfidën dhe për të dalë me pikët maksimale, por gjithsesi duke u nisur edhe nga faktorët apo nga vështirësitë që kanë ndeshjet në transfer në kategorinë e parë, edhe ky barazim. Ildi, kur thoni vështirësitë, unë them se nuk janë ato vështirësitë që mund të qenë është grinta, jo terrenet në rregull, por është grinta e atij që piqesh vendas dhe janë më të theksuara, domethënë kur luajnë edhe përpara tifozëve natyrisht. Ashtu siç ju thoni që Skënderbeu në 2 ndeshje brenda sportive mund ta quajmë është. Jo, po kishte Ilirinë që ndofta e kaloi pak atë fair play. Jo, në përgjithësi në kategoritë të parë duhet të mësohemi me këtë fakt, por kryesisht janë disa fusha të vështira që quhen në transfer më së shumti në zonën e veriut, por gjithsesi në qoftë se bëjmë një analizë të përgjithshme, mendojmë se Skënderbeu ka bërë mirë në këto 3 javë të para dhe është në rrugën e duhur. Pretëm, Hildi bëri një analizë, por unë do ndalem pak tek ajo çka ka ndodhur tek Skënderbeu, pasi ne jemi në emisionin e parë dhe natyrisht nuk kemi pasur mundësi që të diskutojmë pak për atë pjesë të merkatos. Largohet Bismarck, kemi disa afrime. Mund të më bësh një analizë të lëvizjes së përgjithshme që ka bërë Skënderbeu dhe si u duket? Patjetër, kemi parë një merkato deri diku jo shumë aktive në tërësi, me 2 afrime në fillimet e saj në muajin korrik me Baba Musa dhe Abubakar, 2 mesfushorët, një mesfushor qendre dhe tjetri mesfushor sulmues. Abubakar ka treguar që është titullar, dhe për mendimin tim po tregon potencial që ka mundësi të bëhet një futbollist vërtet cilësor nëse vazhdon progreson në mënyrën e duhur. Për mua është bleja më e mirë që kemi bërë këtë merkato. Më pas kemi pasur një stagnacion, le të themi, për një farë periudhë kohë, ishte ajo periudha e bllokimit të merkatos nga ana e vendimit federatës, që liruan në momentet e fundit para fillimit të sezonit të ndeshjen me Burelin. Dhe më pas kemi pasur diskutime nëse do ikte edhe Nasër përveç Bismarck, si përfundim ka qëndruar tek Skënderbeu të paktën deri në janar, pasi nuk i dihen nëse do të ketë oferta në janar. Dhe me afrimin e minutave të fundit merkatos, duke u qenë lojtari i mirë të Thixhi, Ukiçi ishte me U19, ka qenë në skuadër edhe vitin e kaluar. Është pjesë e ekipit që kaloi. Është pjesë dhe të paktën këto ndeshjet e para ka dhënë sinjale pozitive, një lojtar interesant i shpejt me teknik në krahun e djathtë dhe që ka nuhatje dhe drejt portës, ka goditje të mirë. Edhe ai është besoj një talent që mund të progresoj shumë nëse punon seriozisht dhe këtë sezon mund të në fund të sezonit nëse arrin besoj në kuotën e 10 gola. Por së fundi kemi edhe një afrim. Një afrim nga Kanadaja. Ai gjysmë kanadez, gjysmë ganez për shkak të origjinës familjes së tij, po i rritur në Kanada, i dal nga Vancouver FC.
një ekip kanadez, djali është 18 vjeç, është madje ai mban rekordin sepse ka debutuar 16 vjeç e 16 ditë, është marrë nga Vancouver dhe të nesme ka debutuar në kampionatin kanadez dhe pas një muaji ka shnuar dhe golin, pra është lojtari miri që debuton dhe që ka shnuar një gol në Kanada. Por çfarë pritshmëri kemi? Apo s'kemi informacion? Me sa kam parë unë ideja që djali ende është i dyzuar midis kombëtarëve U17, U18, U20 midis Ganës dhe Kanadas, para se të vinte në Korçë ishte në një grumbullim me kombëtaren kanadeze U18 në Finland. Është një lojtar krau sulmues që të paktën me statistikat që janë publikuar rreth tij, 4 gola në 40 ndeshje për një lojtar kaq të ri, mbase mund të duken pak, por shpresojmë që të tregojë vlera në stërvitje dhe stafi i Skënderbeut besoj do ketë mundësi ta vlerësojë më mirë nga afër. Petrika, keni qenë në kritik, një çik skeptik për sa i përket afrimeve, vazhdoni të jeni atje apo dhe dua ta lidh pak edhe me këtë që Brendon i tha, Nasri mund të largohet që vjen ky futbollist apo? Shiko, kam qenë kritik dhe vazhdoj të jem kritik. Nuk është më tani ne ndeshjet brenda fushës, i kemi detyra shtëpie, nuk do të duket Skënderbeu në ndeshjet brenda fushës, sepse ato janë, ne duhet i fitojmë patjetër çfarë do gjendje të ketë ekipi. Ekipi ton duket jashtë fushës, se sa ne mund të përballojmë ndeshjet jashtë fushës. Një ndeshje kemi zhvilluar, mund ta nxjerrimi konkluzion të tilla. Dakor, nëse ne arrim të marrim pikët dhe në fushat e tjera kundërshtare, atje do të duket që jemi të konsoliduar apo jo. Preferoj akoma që të shikoj ekipin se si do të vazhdoj dhe në transferta dhe atëherë mund të bëjmë një paralelizëm me atë pjesën e kriticizmit në momentet e para ose në momentet e fundit të sezonit kaluar, sepse në fillim nuk do them atë që është që nuk më dukën shumë mirë, megjithatë ekipi ka marrë një lloj forme dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu. Sa i takon Nasër që ju përmendet, personalisht nuk kam një konsiderat të lartë për atë. Kishte ndryshuar dhe lukun. Futbollist, po. Ndoshta kjo i kishte bërë më mirë se këtë ndeshjen e fundit e kaluaj të vërtetë. Jo, po habitëm të gjithë tham kush është ky. Nuk po jini tham se ishte ai kanadezi që sapo përmendi Brendoni, po gjithsesi shiko, është interesant fakti që ky djalosh i 18 vjeçar ka mundësinë, domethënë është i thirrur nga 2 kombëtare. Pra, e kërkon dhe Kanadaja, e kërkon dhe Ganën. Po, kështu që ka rënë në sy dhe në trajnerët e tjerë. Okej, mundet të më japësh informacion që është bler kartoni këtij futbollisti apo? Nuk e kam këtë informacion Romi sepse akoma klubi ka ardhur lojtar i lirë, Po, ka ardhur lojtar i lirë dhe klubi kanadez dhe në deklaratën zyrtare që ka bërë thotë do të kemi një përqindje, do të kemi një përqindje shëndetësi lojtar i lirë pa kontratë në rast se shitet. Sepse ndryshe nuk mund të transferojë në këtë moment se është merkato e mbyllur, ulasi lojtar i lirë dhe besoj mund të marrë dhe të drejtën e përveç përqindjes që mund të ketë rënë dakord me drejtuesin e Skënderbeut, është pjesa e federimit. Kur vjen në këtë mënyrë e moshës. Një prej atyre që u fol shumë ne të gjithë e dim, por të paktën për të informuar edhe të gjithë sportdarët tanë dhe të gjithë ata që na ndjekin nga ekrani në këto momente, çështja Bismarck. Si ka kaluar? Po, për sa i përket Bismarck, ka kaluar në formë muazimi të skuadra e vllaznit, duke se besoj se ishte një lëvizje detyrueshme për nga cilësitë që jo, edhe ka treguar në ndeshjen e fundit që po, pasi dhe ndeshjen e fundit është zgjedhur dhe lojtari më i mirë i ndeshjes dhe besoj se drejtuesit kanë bërë gjën e dur që i kanë dhënë. Atëherë më jep informacion Ildi tek kjo pjesë. Është kaluar tek Vllaznia për një vit. Me të drejtë rikthimi përsëri tek ekipi i Skënderbeut. Tani Vllaznia, ma shuaj këtë kurrëshe se ne atje kemi mendje dhe të gjithë ne pyesim. Ka dhënë lek? Po, në informacionet e mia, klubi i Vllaznis ka dhënë diku te 50.000 euro për uazimin e lojtarit dhe nëse do të ketë një shitje të bujshme në merkaton e verës, gati 50% të vlerës i kalojnë klubit të Vllaznis. Pra, ky është një fakt që Vllaznia po promovon në elitën e futbollit shqiptar, duke i marrë edhe një vlerë për sa i përket ecurisë së ekipit me që ka dhe ambicie madhore në këtë edicion dhe në qoftë se një vlerë 50.000 euro për huazim është vërtet një shifër e madhe sepse mund të shkonte edhe kartoni deri 200-250.000 euro, jo më shumë se vetë presidenti aq pretendonte. Pra ata kanë dhënë 50.000 euro. Mos ka si presidenti pretendon pak më. Mos diskutohet. Po duke u nisur nga fakti që nga ky lojtar pritet shumë dhe të gjithë qoftë Vllaznia dhe te Skënderbeu presin që të ketë një shitje të bujshme, ndaj është arritur dhe kjo marrëveshje të cilën ne nuk e kemi asur shpesh në superiore. Kampionati shqiptar është vlerë e kënaqshme domethënë për uazim është si një lloj xhevairi. Si shikon largimin e Bismarck, kur të paktën kemi parë në lojë
Tajon, Gjatën, mendoni se nuk e kemi gjetur të durin? Unë jam shumë optimist për të ekip. Që në fillim Romi, sepse presidenca bëri diçka. Mbajti një pjesë të boshtit të lojtarëve që ishin vjetë. Dhe shumë do me sense në futboll. E kuptohet, me një pjesë të blerjeve që ka bërë, shumë cilësore, kualitete kam pa fund. Unë Nasser më pëlqen as masa. Dhe them se çdo ekip në Superligë në Shqipëri ta kishte kënaqësi ta kishte. Gerti, më shoj një kurrë, ti si specialist i futbollit. E shikoj Nasri një lojtar që nuk ka vend. Domethënë, e shikon në çdo sektor të fushës, çfarë ndodh? Ka shumë lojtar Romi që i lejnë vetë trajnerët pozicion të lirë, sepse edhe në futboll dhe futbollistat janë të ndarë në pozicione, njëri ka grintën, njëri ka teknikën, njëri nuk marr kon siç duhet. Tash ky me vizionin që ka, me teknikë, me shumë cilësi, me sa kam parë unë dhe mua pëlqen as mase. Jo, sepse domethënë në atë klasiken mund të mund ndihmoni gjithë dhe mund të ndryni. Në atë klasiken e shikojmë që është një sulmues i krahut të majt, por e shikon mes fush, e shikon krahun e djathtë. Domethënë ndryshon shumë, taktikisht duket sikur është një lojtar kështu lider, domethënë që luan kudo. Prandaj Gerti të thash, domethënë këto janë forma apo zgjidhjet lojtarit apo të trajnerit. Unë them zgjidhje trajnerit sepse në fush një pjesë e lojtarëve nuk veprojnë dot si duan. Shumë të rrallin ata, sepse në botë që kanë tjetër cilësi e tjetër ashtu. Kurse pjesa e vendosit në fushët e trajnerit e cilat duke parë cilësitë e tij dhe mënyrën se si vepron me topin. Kisha një pyetje për të gjithë. Nëse krahasojmë këtë Skënderbej të sezonit kaluar me këtë Skënderbej të këtij sezoni tanishëm, mund të më thoni cilat janë pikat e përbashkëta dhe ku ndryshon? Kemi ndonjë ndryshim apo duket që është e njëjta fizionomi loje, e njëjta mënyrë transmetimi, e njëjta mënyrë se si kërkohet rezultati? Do të them ndryshimin e parë, për shembull Nasr nuk ishte lojtar për superiore, por për kategoritë të parë është shumë i mirë. Ky është ndryshimi i parë për sa i takon lojtarit. Po se ndryshim kjo është për tashmëri. Domethënë është për tashmëri. Jo, domethënë ai qëndron në mes, as këtej as këtej. Këtej është shumë i mirë, këtej është shumë i dobët. Kështu që akoma unë nuk bindem nga ai lojtar. Unë do ta cek pak në kontekst më të gjerë analizën në lidhje edhe me Bismarck nga ana sportive, se trajtuan pjesën e transferimit financiar, po ta presim pak edhe anën sportive sepse që është sulmuesi kryesor i ekipit dhe sa do indikojë kjo ekipit në këtë garë. Po pra pikërisht unë prandaj thash Tajo dhe Gjata janë këta dy futbollistë që përmendimin tim nuk janë ende në nivelin e Bismarck, pavarësisht se Bismarcku e ka të gangrenën siç e ka ende skuadra edhe me Nasr që ose nuk pasonte ose dhe shpërdoronte edhe me Vllaznin ndeshjen e fundit me Partizanin ishin dy raste që i priti Alban Hoxha. E ka pak atë vrasës i mungon ai killeri në zonë, por megjithatë për mendimin tim skuadra e vazhdon me që bëre krahasim me sezonin e kaluar, edhe Gjoka e vuri re edhe ndeshjen në Lushnjë, po edhe në ndeshjen me Ilirin, pavarësisht se fituam, humbëm para golit 2-3-4 raste me Abubakar, me Çoshkën dhe me Regjia mund të më ndihmoj edhe pamjet nga ndeshja. Kështu që domethënë është një gangren që duhet zgjidhur besoj unë sa më shpejt nga ana e stafit teknik, pjesa e shpërdorimit të rasteve paraporte, sepse ke ndeshje që nuk do të zgjidhesh dot aq kohë, sidomos në transfert dhe do vuash për të shnuar golin dhe po shpërdorove mund të mbasin pikët dhe pikët tash. Gjoka e pranoi Bredoni e tha për të gjithë në studio e thamë që është ankuar shumë për atë pjesë që është të shpërdorimit të rasteve. Çfarë ndodh? Na mungon ai njeriu gol? Në futboll pranojnë. Nuk duhet të humbësh raste, sidomos ku ke pretendime si ka ekipi Korçës. Dhe ka hyrë me atë synim dhe them se do të arrijë qëllimit. Normale që edhe një pjesë e futbollistave që kanë ardhur tash edhe sa ambientojë duan kohën e vet. Po jo, për shembull kemi rastin Ukiçi është përshtatur më së miri. Kemi Abubakar është përshtatur edhe ai më së miri, domethënë nuk ka ndonjë dallim me duke parë dhe futbollin në kategorisë të dytë ndryshon ashpërsia. Futboll fizik. Nuk është e kollajshme në ca fusha dhe në ca ekip. Domethënë edhe shumë lojtar nuk i përshtaten ndonjë. Domethënë ju mendoni dhe jeni me atë që edhe trajneri ka thënë që të paktën unë e konceptova si nga ana psikologjike që tani këta futbollistët duhet të mësojnë që janë këtu tek një kategori më poshtë, apo Ildi? Po, patjetër, pasi edhe ana psikologjike është shumë e rëndësishme për të marrë atë marshin e durshëm. Jo, domethënë kisha fjalën, është psikologji
apo është edhe fizik, është edhe taktik? Për një pjesë të madhe të lojtarëve është dhe psikologji, pasi ke plot lojtarë që nuk e njohin kategorinë e parë dhe janë ende në kokë me ato mendimet e Superligës. Por përsa i përket ndryshimit, besoj se Skënderbeu i këtij sezoni është i ndërtuar më së shumti rreth cilësive të Nasër, pasi edhe nga qëndrimi që futbollisti ka pasur në fushë në këto ndeshje, duket se trajneri Gjoka ja ka besuar mekanizmin skuadrës rreth cilësive individuale të kësaj sulmuesi. Jo shpeshherë mund të zgjidhësh me cilësitë individuale. Normale që jo të gjitha ndeshjet, po është një lojtar që kërkon ato hapësirat dhe i ka cilësitë që mund ta tërheqë ekipin përpara. Dhe tek Abubakar. Ai është një lojtar fantastik në mezin e fushës, nisën përpara ekipin, mbron shumë mirë, kështu që dhe këtu e ka gjetur qetësinë. Dhe te Nasër, atëre mbrojtja dhe sulmi, sulmi dhe mes fusha i kanë liderat e tyre. Tani është pjesa tjetër që të lidhen të gjithë së bashku dhe të arrin të marrin atë. Për mua Nasër është i vetmi lojtar që kemi ne që tenton një kundërnjëshin, driblimin. Edhe Ukiçi deri diku, po janë dy lojtarë të vetëm për momentin që mund të tentojnë dhe mund të driblojnë. Pastaj Sajr do e arrin në një ndeshje varet edhe nga cilësia e kundërshtarit, e terrenit dhe shumë arsye të tjera, pastaj rrethanore apo gjendja psikologjike, fizike e lojtarit në momente të caktuara. Po si karakteristika, si lojtar, këta dy janë lojtarë të vetëm që mund të na driblojnë që kemi në skuadër, që bëjnë diferencë. Çdo ekip ka një lojtar lider. E ka një lojtar që e kemi në atë liderin që janë merë përdore këta? Ende jo, mendoj. Ende jo. Nuk e shikoj që t'je një lider tamam që me vërtet ose të nxjerrë situata në momentin kemi pasur lojtar të tillë. Kemi patur, por për momentin nuk po shfaqet. Me sa e shikojmë si ekip, nuk është shfaqur ai lojtar që me vërtet të marrë ekipin, sepse do ketë vështirësira. Besoj se për momentin Estrela dhe Nasër janë ata dy pikat kryesore. Paka shumë, po. Që formojnë atë boshin, po se sa do të arrin të bëjnë liderin, dhe duhet vazhdimësia për të parë. Kanë cilësi, ata normal dhe pritet. Ata dy. Ndërkohë që mund të themi që Gjoka e ka krijuar grupin e duhur tani në këto momente, pasi edhe ai është shprehur që përsa i përket përbërjes. Po, pasi duhet të vlerësojmë edhe alternativat, se Stoli ka një peshë të madhe. Si e shikon Stolin? Mendoj se është një Stoli kompletuar me afrimin e Mario Gjatës. Besoj se edhe kjo pjesa e dilemave në majën e sulmit deri diku është plotësuar, pasi është një lojtar me mjaft eksperiencë. Do të më thuash pak, do të pyes pak, më ka pëlqyer shumë ajo që ju kishit hedhur tek mediat, të veçantat e kësaj ndeshje. Mund të më thuash cilat ishin? Po, ishte ajo që ju e përmendet për pjesën e Nasër, pasi realisht një numër i konsiderush. E kaluam. Por që një gjë që më troqi shumë ishte edhe momenti kur u fut në fushë dhe Mario Gjata dhe kishte nga ato batutat e filmave shqiptar që ka trajtuar dhe cako Dinamoja, pasi realisht edhe në të kaluarën ka qenë pjesë e ekipi Dinamovit në superiore. Po mirë, ata ka pasur drejtë, nuk ka pasur ironi. Nuk e di, po kishte edhe një moment negativ ajo ndeshje. Nasër pasi shënoi golin, një festim i çuditshëm. Që? Përballë tifozëve të Ilirisë. Përballë tifozëve të Ilirisë. Pati një lloj bezdisje në fakt se duhet theksuar edhe kjo, pasi ishte një ambient jo fort i këndshëm nga tifozët e Ilirisë, qoftë në tribun, madje patën edhe disa femra që ishin të pranishme në tribunën qendrore që i kërkuan tifozëve të Ilirisë të kishin një lloj qytetarie, pasi në çdo moment. Me që më hape këtë temë, unë edhe kur kam qenë drejtues emisioni, edhe kur kam qenë si që një sot në panel, unë gjithmonë e kam ngritur me të madhe çështjen e ofendimeve. Ofendime në stadium. Tani, pyetja që unë shtroj, ka të bëjmë me këta. Gjyqtari kanë rregullore. Në të gjitha rastet, kur në stadium ka ofendime në korë, gjyqtari ndërpret ndeshjen. Po, s'pati në korë se aq njerëz kishte stadium, se dhe duhet të edhe në korë që edhe nga tifozët tanë shatë, se jemi engjëj. Brendan mos më justifiko. Ka korë me 80 veta, ka dhe korë me 7 veta, dhe quhet korë. Dakord, nuk po them që mos më justifiko këtë pjesë, nuk ta lejoj kur të më justifikosh këtë pjesë që nuk ka kohë se ishin pa veta. Nuk toleroj ofendimin, po nuk mund ta ndërpres për 5 ndeshje. Jo, më ta ndërpres më, ta ndërpres më, pse? Pse mos e ndërpres? Le ta vendosin si precedent, nuk jam kundra, nuk jam kundra, po duhet ta vendos. Me 5 sa do të jetë kori, ndërpritet një herë dhe pastaj
mbase ndërgjegjësohen, po Nuk po them si duhet jetë, po them si ndosht. Jo, duhet të arrim më. Se në parim janë dakord me duhet të grem zërin ne, duhet të grem zërin gjyqtarit, duhet të grem dikush tjetër, sepse Korça është qyteti që ka pasur me dhjetra femra, po dhe femra më mos ketë. Edhe ai ofendimi, le të jenë më meshkuj, ç'është ky mentalitet, duhet ofendimi. Shumë e shëmtuar pasi vazhdimisht se ndodh njeriu irritohet, një moment, një gjë, të gjithë shajnë. Po ajo ishte gjatë gjithë ndeshjes, kishte shajë individuale. Dakor, unë jam me ty, sepse themi që kur vëmë në stadium nuk kemi në teatr. Po dhe në teatr ne duhet të rokasim, në teatr qeshim, në teatr kalot. Por nuk mundet ta tolerosh tani, aq më tepër që vjen në një stadium tjetër dhe bësh shkak për të shkaktuar këto ofendime. Kushdo qoftë më. Qoftë ato tifozët që vinë, këtu e kam, unë du ta ngrej gjithmonë. Brendon, ty mos duket edhe pjesë. Jo, s'po më duket fare në atë, unë them ta nisim nga vetja njërë, se para se flasim për titër, unë jam me parimin, shikojmë veten tonë njërë. Jemi në rregull, njërë me veten tonë, nuk besoj se jemi shumë në rregull. Kush? Ne gazetarët? Jo, me tifozët, ne jo se kishe me gazetarët se nuk shajnë. Unë nuk e di ndonjëherë ilti në stadium. Po them Nesi Korçar, Nesi Korçar. Edhe në Korçë ka humbur ajo. Në parim unë me ty jam dhe për 5 veta dhe për një vetë le ta ndërpres arbitrin ndeshin, le ta bëj precedent. Nuk jam kundër unë asaj që po thua ti, unë po them si ndodh, nuk po them si duhet të ndodh. Si duhet të ndodh, besoj bijmë dakord gjithë. Unë po them si ndodh. Po. Kote, në 3 ndeshje 7 pikë. Të pritshme, shumë mirë apo mundësi për më shumë? Të pritshme sepse bëre një ndeshje të me Lushin që ndoshta mund mos ketë pretendime në momentin që ne shikojmë shumë nga larg, por brenda vetes ata e kanë kualitetet edhe përvojnë për ta zgjidhur një ndeshje. Edhe të japin probleme. Okej, po unë them se Korça dal me këtë grup është shumë cilësor. Të paktën deri në këtë moment pothuajse i kemi parë të gjitha ekipet sepse janë bërë 3 ndeshje dhe i kemi parë. Vërtet Skënderbeu me këto 7 pikë është ekipi që bën diferencë? Ildi? Po deri tani besoj se po, duke u nisur nga luatjet, kam përshtypjen që surpriza më e madhe në aspektin negativ ka qenë Besa e Kavajës, pasi ne të gjithë... Okej, do ta diskutojmë se do të kemi Fatmir Eficën në lidhje. Po, dhe në raport qoftë me Laçin, apo edhe me Pogradecin, që janë ata rivalët e drejt për drejt dhe në letër. Skënderbeu ka arritur në të paktën në këto 3 javë të jetë një gjysmë hapi përpara, mund të themi, pasi është ende shpejt. Unë do të kap 2 elemente shumë shkurt në analizën atë. E para në aspektin strategjik si sezon. U mburëm ose më saktë pretenduam edhe ne, po edhe klubi që ruajtëm boshtin dhe kjo të na bënte një farë diferencë, sidomos fazën e parë të kampionatit. Deri tani jemi pak më shumë, po jo shumë diferencë. Domethënë kemi pak më shumë diferencë. Apo pak me 3 ndeshje që mund të sepse edhe pikët janë aty. Nuk kemi luajtur ende me rivalët direkt, megjithatë nga ato që pam në miqësore me Pogradecin dhe me Besën, megjithëse ishin ndeshje miqësore, ishin pak më lart edhe se ato ekipe, por unë kam me këtë dhe pjesa e largimit të Bismarckut. Nëse pretendojmë të ngjitemi direkt në Superligë, deri në janar ne do të bëjmë maksimumin për marrjen e pikëve sidomos. Pse? Sepse më pas nëse Pogradeci dhe Besa arrin të konsolidojnë në skuadër pasi kanë ndruar mbi gjysmën e skuadrës, pavarësisht edhe Besa madje ndroi trajnerin në Shpëtim Duro, një ekspert shumë i mirë i kampionatit shqiptar tashmë në pankinë. Në momentin që këto do të konsolidojnë fazën e dytë dhe nëse ne nuk e kemi krijuar këtë shkëputjen, le të themi me 6 pikë apo më shumë në krye të tabelës, unë mendoj që do e vuajmë fazën e tretë pastaj nëse ato skuadra kanë në organikë më shumë cilësi se ne. Dhe e dyta me Lushnjën do të thosha këtë gjë, një ekip fizik do e kishte fituar atë ndeshje dhe më i dobët teknikisht se Skënderbeu, pasi Lushnja la krahët e hapur, la mes fushën kishte hapësirë midis reparteve për te dhe rasteve që shpërdoruan. Dhe dukesh në një moment caktuar sikur ne ndeshjet do bënim gola. Edhe mua më duk sikur po qarkullonim topin dhe tentonin të luanin me krosa kur ishte totalisht e gabuar dhe trajneri Gjoka me shumë të drejtë ishte i pakënaqur më pas nga skuadra dhe duke njohur Gjokën që është një trajner takticien, sidomos në këto sfida të kategorisë parë që do jenë shumë delikate, unë shpresoj që të jetë pak alla, s'po them Catenaccio, po alla italiançe të tipit që do duhet marr pikët në transfer të Sigurelli dhe këto të tjera. Pragmatist në maksimum dhe Gjoka përgjithsisht në futbollin shqiptar ka qenë trajneri këtij lloj karakteristike. Pra është saktë pyetja tënde Romi, që domethënë ne nuk është se jemi ne shumë mirë, po momentalisht nuk kemi kundërshtarë dhe kundërshtarët tanë nuk janë në nivelin që ne i prisnim. Pra kjo është analiza që unë shikoj. Nuk është se ne kemi një diferencë shumë të madhe me këta. Ose ne na diferencon fakti
që jemi pak më mirë se ekipet e tjera. Akoma nuk ka një ekip në kategorinë e parë që të jetë në, si të thuash, në nivelin ton apo në pritshmëritë tona. Laçi do thosh është surprizë, se ka ruajtur deri diku grupin, po me shumë gjim të rinj me trajner të surprizë huaj. për ty Laçi, sepse ne kemi diskutuar Laçi, nuk duhet të vlerësuar, është një ekip me traditë dhe ne nuk e kemi marrë vesh asnjëherë se çfarë përgatitje ka bërë Laçi, asnjë nuk kemi shkuar me detaje. Ne gjithmonë thonim që Laçi nuk do ta ketë ruajtur grupin, do ketë probleme në marrjen e futbollistëve, jo, në Laçi duhet të jeshim kapelën si thotë edhe shtëpia popullore, sepse është një ekip me traditë dhe ja ku po tregon. Do të diskutojmë Laçin, pasi do të diskutojmë pak më vonë pikërisht me ekipin e Pogradecit. Kote, shikon diferenca të paktën nga këto çka kemi mundur të shikojmë tani? Do shikojmë gjatë kampionatit Romi, sepse nuk e përcaktoj dot personalisht që të them, por ekipi ku unë për momentin 3 ndeshje ambë. 3 ndeshje me Lushën mund ta quaj rival, domethënë ja doli me sukses. Ja doli me sukses barazim sepse mos harrojmë Lusha ka marrë dhe javën e parë në Pogradec. Një pikë, po 3 barazime dhe tashmë barazojmë në Kukës këtë javën e fundit. Megjithatë Lushnja është një fushë që të paktën të le të luash. Në aspektin që po thoshte Ildi, ka fusha më të këqija se Lushnja cilësi. Ka përvojën. Po është klub me traditë, është një pjesë e lojtarëve ka. Edhe merkato si vjen. Po që ne bëjmë gjën zgjidhjen. Ndërkohë ne do të kalojmë pak tek Pogradeci. Pogradeci këtë javë ka arritur të marrë 3 pikë me një fitore 1-0, por duket se ka vlera të mëdha pikërisht ndaj fitores me ekipin e Laçit. Pa dyshim ishte një fitore art. Pogradeci le të themi e nisi sezonin paksa i përgjumur me ato 2 barazime dhe pa shumë shkëlqim, po besoj se ky triumf minimal i arritur ndaj një rivali direkt si Laçi e rikthejnë atë entuziazmin në kampin liqenor. Besoj se edhe Pogradeci si çdo skuadër tjetër i duhet një farë kohe për të kapur atë ritmin e nevojshme, pasi është një ekip që është transformuar shumë. Ky është momenti i golit të ekipit të Pogradecit shënuar në minutën e 47. Nga sulmuesi Ezekiel, besoj se ky ishte afrimi më i bujshëm i kësaj merkato të skuadrës së Pogradecit, një lojtar me një CV të jashtëzakonshme që ka arritur të luajë në nivele shumë të larta, kryesisht në kampionatin belg me skuadra prestigjioze si Anderlecht apo Standardi i Liezhit, por besoj se Pogradecit më së shumti i duhet ajo koha e nevojshme për të patur këtë përshtatjen e lojtarëve, pasi ka në gjirin e saj shumë lojtarë të huaj të cilët duhet të krijojnë atë kimin apo lidhjen me njëri tjetrin, po kam përshtypjen që Pogradeci do të jetë gjatë gjithë sezonit ajo skuadra pretendente dhe do t'i provoj shanset deri në fund të edicionit. Pretendon, një përballje me Laçi që të gjithë ishim kurioz të shikonim se ku ishte forca e Laçit dhe ku ishte forca e Pogradecit. Çfarë force pe në të dy ekipet? E vërtet, ishte një ndeshje që kishte goxha interes, kishte kuriozitet pasi Laçi vinte nga 2 fitore, ishte një skuadër që pavarësisht për mua ndeshjen e parë që ka bërë, e kam ndjekur Laçin me Ilirin, ndeshjen e parë të kampionatit dhe ka qenë vërtet surprizë. Ka mundur të fitojë në transfer me Ilirin, në një ndeshje që madje ka rezistuar në pjesën e dytë, pavarësisht cilësisë më të madhe që kishte në skuadër Iliria, dhe më pas ka fituar gjithashtu dhe me Kastriotin me përmbysje. Pra vinte me një moral shumë të lartë në këtë ndeshje dhe Pogradeci kishte një farë ngerçi psikologjik mendoj pas 2 barazimeve, pavarësisht se luajti me Lushnjën në fushën e saj dhe në transfert me Ilirin, që nuk është një transfert e lehtë, por që besoj Pogradeci po vuan atë periudhën dhe trajneri Mema besoj është korshin dhe drejtues të Pogradecit që po vuajnë atë periudhën e ambientimit, konsolidimit skuadrës, se një pjesë e lojtarëve kanë ardhur pak më vonë në merkato, një pjesë pak më herët, por ende duhen besoj logjikisht 3-4 muaj ose 6 muaj që të konsolidohet një skuadër. Dhe Pogradeci le të themi avuri detyrë vetes pasi ndeshje shtëpia dhe me një rival që do të konsiderohet direkt për ngjitjen në Superligë si Laçi, e kishte një farë detyrimi fitore dhe arriti me një gol siç u pa, pra ishte një ndeshje shumë e barabartë me disa mundësi shënimi pak më shumë nga ana e Pogradecit, sidomos pjesën e dytë. Është një gol do të zgjidhte gjithçka sepse do të është e kuptueshme. Dhe përgjithsisht kategoria e parë ka pa golën, nëse shkojmë dhe këtë javë, kemi luftëtari Korabi 0-0. Fakt interesant që Bureli 4 ndeshjet e ditës së diel pjesë e para u mbyllën 0-0. Ishin gjithë barazim. Petrika, një Pogradec që natyrisht nuk mungon investimet, por duke se filloi shumë shpejt për të afruar 10-12 lojtarë të huaj, më pas krijoi një lëvizje, filloi solli prapë futbollistë të tjerë dhe duket se gjatë gjithë kësaj periudhe. Por unë
do të më falësh për një moment, sepse kam në këto momente Vangel Zguro, kapitenin e ekipit të Pogradecit në linjë të drejt për drejt. Zguro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje, gjithëve aty në studio. Ishim në studio duke folur për Pogradecin. Një Pogradec që natyrisht ka bërë më të mirën e mundshme, ka mundur ekipin e Laçit që të paktën thuheshe një prej ekipeve pretendent dhe ishte pas 2 fitoresh, ju arritët ta mundin 1-0. Kjo tregon forcën tuaj? Po tani synimet e Pogradecit dihen që jemi për të ngjitur një kategori më lart. Megjithatë me Laçi nuk mund të them që ishte një nga ndeshjet tona më të mira, pasi duheshin pikët dhe në momentin që kemi bërë golin kemi menduar vetëm të marrim pikët, jo lojën. Kështu që edhe Laçin e komplimentoj se ishte një ekip shumë i fortë dhe besoj që duhet garë shumë e fortë këtë sezon. Pogradeci, Laçi, Skënderbeu, gjithashtu dhe Kavaja, nuk mund ta hiq dhe Kavaja. Zguro, ju kishin munguar këto 3 pikë, duket sikur ishit edhe pak nervoz në vetvete, pasi pikët të sillni edhe pak nervoz. Lojra shumë të mira nga ana juaj, por që gjithsesi ju duheshe ky 3 pikë? Duke parë lojën e mirë që kemi bërë me Lushin dhe që nuk hynte goli, kjo ishim në super presion sepse edhe në fushkruj do lëm barazim. Kështu që na dushin se s'bën pikët, shqyr Zotit edhe pak me fat. Duhet pranuar që kishim dhe pak fatin, por që në fund fituam ne. Zguro, tek ekipi Pogradecit natyrisht është një ekip që ka investime të mëdha, shumë futbollistë, siç e thatë edhe ju në lidhjet që ne kemi pasur, janë afruar, janë përshtatur të gjithë futbollistët me mentalitetin e memës apo ju mendoni se duhet akoma kohë? Tani me thënë të drejtën, disa kanë erdhur më shpejt, disa më vonë, edhe nuk është se janë përshtat 100%, plus kanë luajtur në liga jashtë, nuk është se e din kampionatin shqiptar. Superliga me kategorinë e parë ndryshon, sepse kategoria e parë është çik më e ashpër. Superlig luhet futboll pak më kualitet, këtu luhet më i ashpër, më s'ka lojë aktive, po iku ekipi 1-0, s'ka më lojë. Por që shpresojmë të përshtaten dhe të vazhdojmë para dhe të ngjitet me një miri, kush ta meritojnë në fund fare. Zguro, nga kundërshtarët që keni parë deri në këto momente, mendoni se ka diferenca ndërmjet ekipeve apo janë momentet e çastit që e zgjidhin brenda lojës situatën edhe të 3 pikëshit? Diçta thash, besoj që ne 4 ekipet duke futur dhe Kavajën pavarësisht humbjes me Fierin, por duke parë lojtarët dhe duke njohur kampionatin shqiptar, pasi kam vite që edhe i njoh lojtarët, them se ne të 4-ta do jemi. Por Skënderbeu normalisht në pjesën e sulmit e shikoj pak më lart se ekipet e tjera. Për me qani sinqerë se ti e di që unë flasë drejt. Pikërisht, unë prandaj të ftoj dhe më pëlqen se ti shumë i drejt për drejt. Mirë po do e ketë pak të vështirë me ekipin tonë, gjë që do e tregoj dita e premte. Ju keni mbrojtjen të mirë, ne kemi sulmin, kështu që. Petrika thotë që Skënderbeu ka sulmin e mirë, ju keni mbrojtjen e mirë, kështu që do kemi një përplasje të bukur besoj. Po kush do të fitojë? Momentalisht kemi pësuar asnjë gol në mbrojtje, kështu që do jetë vërtet duel për të parë, sulmi më i mirë me mbrojtjen më të mirë. Kështu që të ftoj në stadium të premten. Patjetër, do të jemi të gjithë. Zguro. Pasi besoj do jetë dhe gjë shumë e bukur për futbollin shqiptar edhe për Superligën, pasi ky derbi ka 15 vjet pa u bërë, edhe për post rivaliteti që kanë Pogradec Skënderbe, duhet ta dinë që ne duam njëri tjetrin, leri llafe që thonë jo se duam, kështu që inshallah po ngjitemi të dy ekipet. Shiko, Zguro, kam parasysh këtu atë Skënderbeun e madh, atë Skënderbeun e lavdishëm dhe po të them që pothuajse çereku i stadiumit mbushesh me Pogradecar. Po të shikonje pastaj kur mbaronte ndeshja, rruga Koç Pogradec ishte e mbushur gjitha me makina private që vinin. Unë në vitin 2011 kur ka dalë Skënderbeu kampion, kam qenë 17 vjeç, kam qenë pjesë e Pogradecit në atë kohë si kalamam, më ka marrë ekipi parë. Dhe ka qenë stadiumi, nuk e di e keni akoma në YouTube, është spektakël për të parë në futbollin shqiptar. Në Pogradeci të mbushur, gjysma Korça, gjysma Pogradeci. Kështu që ju si Skënderbesi Korçë keni treguar Shqipërisë se çfarë treguat në 10 vjet. Kështu që të bëjmë një shfaqje të mirë për futbollin shqiptar edhe inshallah të fitojmë i miri. Normalisht brenda luftës sportive, sepse dihet ne jemi çik lozim dhe ashpër, kështu që duhet na i marrim për keq, domethënë sepse un kam luajtur 3 vjet aty. Edhe loja është lojë, jashtë pastaj bëjmë edhe në superiore. Mirë, lejohet ajo lufta sportive deri në limitet që lejohet. Ildi ka një pyetje për ju. Përshëndetje Vangel, suksese dhe skuadrës Pogradecit. Unë një pyetje kisha, do të firmosnit për një barazim në këtë duel apo skuadra juaj futet vetëm për fitore?
Shiko vlla, unë fola shumë qartë, thash Skënderbeu ka kualitete para, unë në Pogradec edhe kush ekipi më i mirë në Shqipëri vetëm për 3 pikë firmozoj. Pra, Pogradeci duke që hyn me një objektiv të qartë për të marrë 3 pikë dhe kjo është mëse normale. Sinqerisht, jo në eufori, po duke pas tipin tim, karakterin tim, të vi ekipi më i mirë në Shqipëri nuk fiton dot Pogradec. Për mua edhe për atë që është Pogradeci brenda, vlla, shumë ekip fushë. Jashtë është pak më ndryshe, po brenda është ekipi i ashpër. Zguro, ditën e premte, ju luani me Skënderbeu në Pogradec, voleybolli femrave vjen dhe luan në Korçë në të njëjtën orë. Do ta ndajmë 1-1, ne fitoj futbollin. Po në voleyboll nuk e ndajmë dot. Nuk e ndajmë dot. Jo, ai thotë ne të fitojmë këtu, ju të fitoni ande. Jo, po. Ne fitoj voleyboll. Jo, e ndrojmë kështu. Zguro, po ta zësh kështu, i bi që voleybolli do fitojë në Korçë. Voleybolli Pogradecit. Ne fitojmë shtëpinë tonë në futboll, ju fitoni shtëpinë tuaj. Jo, e kundërta. Jo, respektojmë miqtë, më shumë respektoni miqtë. E kundërta. Zguro, unë të falenderoj, jemi mrekullueshëm. Respekt edhe juve. Ju urojmë suksese si Pogradecit ashtu dhe Skënderbeut, le të fitojmë i miri dhe unë besoj dhe them që e premtja le të jetë një ditë festive në Pogradec, ku naturisht ashtu që do të jetë në Korçë në Pallatin e Sportit. Bravo për emisionin që bëni për Juglindjen dhe ju ftoj sa më shumë të vini në Pogradec nga qyteti i Korçës sepse do jenë ndeshje vërtet për tu parë. Falenderoj Zguro, të uroj suksese ty, Memës dhe gjithë djeve të ekipit të Pogradecit. Kishim vajgjer Zguron. Robert, thjesht do të shkojmë që ta lidh pak me atë që tha Zgura. Ajo ndeshja e famshme e 2012-s, ka qenë ndeshja e fundit e kampionatit, ka qenë atë vit që ishte Skënderbeu kampion me Stanislav Levin, dhe është vërtet ajo që u nda stadiumi vërtet përgjithësi, ka qenë plot stadiumi atë ditë, por dua të themi që Pogradeci në atë ditë luante ende për mbijetesë, nuk shterën ende matematikisht nga kategoria, ra atë ditë. Dhe do me thënë një ndeshje që ishte dramë këtej dhe festa më madhore nga krau tjetër pasi u shpall Skënderbeu kampion për të dy radhat. U kalua shumë, atë doja të theksoja, pra një ndeshje që teorikisht ishte derbi, duhet kishte tension maksimal aq më tepër, një për kampion, një për një kategoria, kaloi në mënyrë shumë misore. Ka ndodhur edhe ky fenomen, shumë futbollistë pogradecar kanë dhënë kontribut tek ekipi i Skënderbeut. Shumë futbollistë ekipit të Skënderbeut. Madje i 2011-s Pogradeci ka qenë i mbushur me korçar, kujtojmë këtu ka qenë Lako, ka qenë Çipi, ka qenë ai Brezi Art, por fakti pozitiv është që u kalua gjithçka i gjithë verdikti kaloi. Jo, nuk ishte. Si ishte? Është vërtet që na kishte munduar pasi vetëm në ndeshje miqësore kishim luajtur. Si ishte me Skënderbeun në atë periudhë? Se që nga ai momenti 2012 kur Pogradeci bie në kategorinë e parë, Skënderbeu vazhdoi në Super League. Me që hyp te kjo atmosferë, kote si parashikon ndeshjen në Skënderbeu Pogradeci? Derbi gjithmonë të vështira. Kuptohet si ne si korçar duam të fitojë ekipi tonë, normal. Por ka treguar që dhe sikur në këto momente Pogradeci ka hyrë me pretendime për të hyrë në Super League, si puna tonë. Po dhe sikur ti ishte edhe ekip më i dobët se pretendohet në derbi gjithmonë ka vështirësi. Ka vështirësi. Shiko, Romi, kjo pjesa në këtë ndeshje, unë të doja që këtë skenë ta shikonim edhe vitin tjetër, por në superiore. Po, do ishte më interesante. Dhe ju mendoni se të dy ekipet do të jenë në Super League. Po unë që në fillim ta kam thënë, domethënë për ashtu Skënderbeun që e dua patjetër që të jetë, ekipi tjetër që do të shoqëronte do doja të ishte Pogradeci dhe kam besim se ata janë pretendentët kryesorë për të kapur vendin e dytë ose vendin e parë dhe në vendin e dytë. Okej, po të dy ekipet në Super League. Patjetër i dua. Si do bëni ju në radio me Brenda? S'ka problem fare, vetëm të shkoj. Vetëm ti të dy. Elbasan edhe Pogradec vëm shumë kollaj. Apo do të merrni Ildit. Jo. Shumë kollaj. Po, ndërkohë regjia mund të më krijojë edhe një lidhje tjetër dhe derisa të kemi lidhje tjetër, natyrisht do kalojmë pak tek Besa, Ildi ju tha tek ajo Besa që zgënjin apo është momentale? Apo jo, besoj se është një zhgënjim për nga vetë fakti i investimit apo edhe i ambicieve madhore, pasi çdo pikë e lënë është një forcë ekstra për kundërshtarët. Në këtë kategori është e vështirë që të shikosh edhe këto rikuperimet e menjëhershme të pikëve. Një tjetër fakt që penalizon skuadrën e Besës është pjesa që i luan ndeshjet në fushën e Luzit dhe kjo nisur nga specifika e kategorisë është një minus i madh për skuadrën dhe ta nisësh me këtë kolpo të fortë psikologjike për sa i përket rezultate, besoj se Besa do ta ketë disi të vështirë për të gjetur atë rrugën e ekipit pretendent. Kote, Zgurua tha që janë 4 ekipe të paktën deri në këto momente. Ju do të shtoni ndonjë tjetër apo mendoni se janë këto ekipe që
naturisht do t'jenë pretendent. Apo kampionati është i gjatë, rruga i gjatë dhe nuk i di se çfarë ndodh? Paka shumë bashkohen me Vangjën për sa i përket këtyre ekipeve që sepse duke dëgjuar dhe blerjet dhe merkatën gjitha që kanë bërë të kohën e Bearit vetiu që priten që këto t'jenë. Por do shikojmë gjatë rrugës. Ndeshje ka shumë, vështirësira do ketë. Ka dhe një pjesë të fushave në ka dy të parë që jo shumë lojtarë do përshtaten. Edhe do ketë pengesa. Do shikojmë. Do shtoja edhe Ilirin, sepse ne folëm për Skënderbeun, por ne na ka vënë vështirësi pjesën e parë. Iliria ka patur sulme të një pasnjëshme dhe pra e shikon edhe Ilirin në këtë grup. Po, patjetër sepse është një lojtar si Mazreka. Vetëm të shikoja momentet kur Mazreka bënte goditjen e këndit ishin të gjitha të rrezikshme. Edhe plus edhe elementet e tjerë që kishte Iliria, besoj se edhe Iliria do të jetë aty te vallja për tek katër. Dhe unë do shtoja edhe Lushnjë, besoj këto 6 skuadrat do të jenë aty pretendente. Ne 4 ngelen, do zë. Jo, këto skuadrat do të jenë aty që shikoj që mund të bëjnë pak më shumë diferencë dhe ai vendi 6 do jetë më shumë i luftuar nëse do ketë ndonjë surprizë nga ndonjë skuadër si ishte Burreli vjet që se parashkonte kurrë doli vend 4, në rast se nuk ka ndonjë surprizë të këtij lloji niveli si vitin e kaluar. Nuk besoj të ketë ndryshime nga këto emra që po diskutojmë këtu dhe do të shtoja për Besën që edhe Besa kishte pak gangrenë në pash shpërtim durën shumë të inatosur këtë javë. Ishte debutimi i tij, 2 ndeshje. Është shumë shpejt në bankinë, që nuk mund të thuhet. Po që po themi ishte inatosur me skuadrën e tij për shpërdorimin e shumë të rasteve, atë që pam që edhe Gjoka kritikonte tek Skënderbeu dhe gjithashtu për faktin që ia dhuruan 2 golat Apolonis. Rëndësika që ka krijuar raste, se golat do të vinë, nuk është jo, dhe unë jam atë që ta irdi që në kategorinë e parë 20-30% dikon pjesa e luajtjes në stadiumin tënd, në fushën tënde, pavarësisht se luzi është afër me kavajin, besoj shkojnë tifozët e Besës, por që prap nuk është një tagje, mendoj dhe kur kemi biseduar dhe sezonin e kaluar me Ficën, ata që do luanin në aneksin e stadiumit në kavaj, po me sa duket s'do e kenë bërë gati akoma. Ja, do ta themi përsëri. Po, Regje po kërkon në këtë moment që të ketë një lidhje me Fatmir Ficën dhe në momentin që do ta kemi këtë lidhje mundet të më njoftojë dhe për të diskutuar pak a shumë se çfarë ndodh pasi ekipi i Besës pra se shtatë dhe ju është një prej ekipeve. Por ne do të kalojmë pak nga kjo pjesa e futbollit për momentin për të kaluar pak tek voleybolli. Voleybolli ka startuar këtë javë dhe natyrisht do të përqendrohemi tek voleybolli i femrave. Atje ku Skënderbeu ka marrë fitoren e parë ndaj ekipit të Vllaznisë në Shkodër me rezultatin 3-0, siç ka fituar Pogradeci me Teutën 3-0, ka fituar Dinamo, ka fituar Tirana. Duke sikur këto ekipe kanë vënë tani kandidaturën për të qenë ato ekipet pretendente. Po, besoj se ka qenë një nisje e mbarë për skuadrën e Skënderbeut, e cila edhe pse në transfer nuk e ka diskutuar në asnjë set këtë duel, duke vendosur diktatin pavarësisht aty rotacionit apo një lloj fillimi të një epoke të re që pati ekipi i volejbollit, besoj se është duke ecur mirë edhe pse me vajza të reja kam përshtypjen që Skënderbeu në volejboll për femra do të vazhdojë të mbetet një faktor dhe të jetë aty në garën e ekipeve pretendente, por duhet të jemi realist që është tepër e vështirë që të synohet titulli kampion pasi ka ekipe shumë të investuara me merkato shumë cilësore, qoftë Dinamo, Tirana apo edhe dhe Partizani, dhe besoj se do të ishte një diçka pozitive, një edicion pozitiv në qoftë se ekipi arrin të mbajë atë ritmin e skuadrave pretendente dhe të mund të rivalizojë pavarësisht këtyre disniveleve në letër që ekipet kanë me njëra tjetrën. Unë jam optimist dhe besoj se Skënderbeu do të arritë të bëjë një sezon dinjitoz. Kalojmë tek Pogradeci ndaj Teutës 3-0, edhe kjo një ndeshje pa shumë histori, në mos gaboj me pikë shumë të pakta, setet 8 pikë, 10 pikë, 16 maksimumi që kishte arritur Teuta në setin e tretë, që besoj kishte ulur pak. Pogradeci është pretendent, ka marrë një pjesë të lojtarëve, Liberon Mehmeti që ka qenë tek Skënderbeu vjet, po dhe disa lojtarë të tjera, një pjesë janë edhe tek Dinamo, trajneri Koja ka marrë me vete një pjesë të këtyre lojtarëve, dhe Pogradeci do të cek pak sepse pash ndeshjen gjysmëfinale të Kupës Federatës, pra ekuivalenti pak a shumë siç është Superkupa në futboll, në volejboll është Kupa e Federatës, dhe ishte gjysmëfinalja Pogradeci Skënderbeu,
një ndeshje që e prisja Pogradecin, duke parë që Skënderbeu është riformator me vajza të reja dhe ka marrë dhe 2-3 lojtarët tuaja. Mendoj se ishte shumë superior sepse kanë vajtur 2 sete, 26, 27, 25 dhe 28-30 i fundit që pothuajse fitoi në një moment caktuar Skënderbeu, por për shkak mungesës së eksperiencës, unë mendoj që Pogradeci si vit do e garantoj Final Fourin, pra një nga 4 vendet e para, më pas do ketë staturën, eksperiencën që të arrit ta fitojë kampionatin, unë mendoj që mbetet për tu parë. Mbase nuk e ka të traditën e Tiranës edhe sepse ka dhe merkaton janar dhe mund të ndryshojnë gjërat, kurse për Skënderbeun shiko, sa i takon ekipit të Skënderbeut, duke u nisur nga fjalët e trajnerit që në muajin maj që ne diskutuam për riformatimin e ekipit, po mendoj se kanë bërë një merkato të mirë dhe kanë mbledhur grupin. Ai rezultati që ne humbëm përpara Pogradecit, ai tregoi shumë për ekipin tonë që domethënë ka mundësi për të përmirësuar. Qëndron kompetitiv. Qëndron kompetitiv, ka mundësi për të përmirësuar dhe mund të jemi dhe neve në pretendentët. Nuk e di ta asnjë. Pikërisht për këtë ndeshje regjia mund të pëlqojë dhe planet, domethënë për të ndjekur ndeshje, por nuk e di në këto çaste pres konfirmim nga regjia për të pasur trajnerin e ekipit të Skënderbeut, kishim mësuar të theshim zëvendës trajneri Ildi, por tani është Eriorca Xhillari trajneri. Ndërkohë që nuk e di regjia mundet të më njoftojë ka krijuar lidhjen Skype apo jo, dhe ndërkohë do të thosha që ky Skënderbesi ke parë me vllaznin. Kote, ta kaloj pak tek ty nga kjo pjesë e voleybollit? Unë faktikisht Romi nuk e ndjek shumë si sport. Më ka pëlqyer kur e dëgjoj që dolën deri dje kampion. Kam parë vetëm nga informacionet e mediave që japin, janë larguar. Po, janë larguar një pjesë lojtarëve kryesorë. Shko, do të jetë një ndeshje bukur kote, pikërisht të premte, aty ku do të luajë Pogradeci Skënderbeu. Do jetë e bukur sepse Jo, të bëj një ftesë të vesh do vetë në Korçë. Do mundohem të vetë. Do mundohem Pogradeci. Do ve Pogradeci për të parë. Jo, ja të dy ndeshjet edhe kështu që na intereson më shumë futbolli në këtë Mirë, po do t'i bëjmë thirrje njerëz, ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në Pogradec, nëse i jep për të ndeshjen, teknologjia sot e krijon mundësinë ta shkojnë në celular, të paktën të vënë pallat sportit, mos i lënë vajzat pa mbështetje. Normal. Po, presi konfirmim nga regjia, çfarë po ndodh? Kemi lidhje të drejtë për drejtë apo jo në këto momente, pikërisht me trajnerin e ekipit të Skënderbeut, Eriorca Xhillarin, por po theksoj diçka për Skënderbeun, ajo që vura re, dhe do ta përgëzoj Olsin për punën që ka bërë deri tani, sepse dukse që skuadra, domethënë, po mundoi të përthiste ato idetë që kërkon ai për lojën, por ajo që vura re paksa sidopsi ishte momenti sidomos i gjuajt, nuk kishim një lojtar, ok, nuk pretendojmë të kemi cilësinë e atyre lojtarëve që pasur sezonet e kaluara, po nga vija e dytë dhe një goditse nga krau i majtë, aty vuraren me Pogradecin që kishim pak dobësi. Shko, po ta shikosh, të paktën unë e kam mësuar. Se pasuese që lojtare mirë më pëlqeu. Shko, kemi lojtare Eldi 16 vjeçare që luan në qendër me ekipin e Skënderbeut. Po besoj se është një motivim për të gjithë sportistët e reja. Dakor, për sportistët e reja, por është shumë e vështirë. Por duket se kam Fatmir Efice në këto momente në linjë të drejtë për drejtë. Efica, mirëmbrëma. Ju përshëndes, Romeo. Mirëmbrëma dhe faleminderit që gjetët pak kohë për të qenë përsëri pjesë e emisionit tonë. Ne kemi diskutuar për kategorinë e parë, por natyrisht të gjithë ftuarit e mi në studio ju ka bërë përshtypje fakti çfarë po ndodh me këtë besë që është në vendin e dytë. Me 2 pikë, më fal. Është një fillim problematik, do ta quaja. Në veçanti për mënyrën e lojës, sidomos në ndeshjen e fundit me Apollonin. Nëse 2 barazimet e para janë sadopak një hap i vogël, hap shumë i keq, i rënd madje, brenda në shtëpi në Luz, ishte humbja me Apollonin ku Besa nuk meritoi as pak të ndoshta mund të kishte humbur edhe më thellë, sepse për hir të së vërtetës edhe ato pak episode nuk arriti t'i shfrytëzonte në mënyrën më të mirë të mundshme. Çfarë ndodh Fatmir? Nuk është kontingjenti dur, a ekipi nuk është përshtatur, apo ndryshimi trajnerit ardha e Durrës tani? Jo, në fakt për njohjen se çfarë po ndodh me Besën, më afër realitetit të Besës, jeni ju atje në zonën juglindore, sepse Besa qëndroi gjatë në Ersek, madje erdhi në Korçë disa herë, kreu atje disa ndeshje emisore. Dhe e vërteta është që mes asaj zhurme të bërë në media, sidomos pas fitores në miqësoren me Partizanin, që erdhi pas 2 barazimeve në kampionat, u mendua që Apollonia do t'ishte e treta e vërteta, pra pika e kthesës, gjë që nuk ndodhi.
Sigurisht kjo skuadër i ka potencialet, ka një drejtues natyrisht që e njeh mirë futbollin shqiptar, siç është Shpëtim Duro, por ndoshta e penalizon sadopak koha e duhur për të marrë në dorë, do të thoja ashtu siç duhet këtë fjalë që e përdorin shoferat më shumë, fjalën timon, por në sport timoni nuk janë duart, por janë këmbë. Shko, Fatmir, ne vërtet themi timoni, po ai timoni do dhe gas, kur nuk jep gas? Pa diskutim, por Besa sigurisht, ndryshe nga ndonjë skuadër e vogël në emër apo në përvojë, që mund të përparoj me ngadalësi, Besa nëse do të futet në ritmin e saj, do të ketë të shpejtë edhe progresin dhe do të bëhet, do të thoja, një prej pretendentëve, se e vërteta është Skënderbeu juaj dhe Laçi po tregojnë një performancë shumë të mirë, madje ata e kanë bërë shumë superiore dhe kategorinë e parë sepse vinë nga rënja prej superiores, por i kanë dhënë një shkëlqim të mirë, e kanë futur kategorinë e parë gati në shinat e një ligë superiore. Shko, para pak qasë unë kisha Vajgjezguro në linjë të drejt për drejt dhe ai më ka thënë, kur e kam pyetur, i kam bërë të një të pyetje, kë shikon ekip pretendent, më ka thënë natyrisht Skënderbeu, Laçi, po Gradeci, por Besën, thot, Besën. Pavarësisht mos e shikoni tani Besën, thot se ka 2 pikë në këto momente. Ai ka plotësisht të drejt që gjykon kështu, aq më tepër që Besa është në prag të një ngjarje të madhe, 100 vjetorit të themelimit të saj, date cila përkon fiks me ndeshjen Skënderbeu Besa dhe për t'i njoftuar sportdashësit Korçar është bërë kërkesë në FSHP dhe kjo ndeshje nuk do të bëhet në datën 25 në Korçë, por do të shtyhet në një datë tjetër ose më herët ose më vonë, si ta vendosë FSHP-ja, po në datën 25 nuk do të bëhet. Fatmir, të paktën unë kam lexuar dhe kam parë që ju me plot të drejtë, do me thënë, po ta them, të jesh shumë krenar për atë që ke bërë, ke dërguar një libër, Besa në këtë 100 vjetor. Libri ka shkuar për botim dhe në ditët e para të muajit tetor, të gjithë lexuesit futboldashës të Kavajës dhe jo vetëm do ta kenë në duart e tyre. Çfarë ka ky libër? Po. Besa, unë po them telegrafisht disa të dhëna për të nxitur sensibilitetin edhe në Korçë, sepse dhe Korça ka një histori të madhe, por që duhet ta materializoj. Ja konkretisht disa pika. Për Besën ka luajtur në 100 vjet 1659 futbollistë. Nga këta, 1127 janë tërësisht Kavajas, puro Kavajas, ndërsa 97 janë të huaj, prej 18 komësive, ndërsa përsa i takon në numri të lojtarëve dhe jabangjisë, nga rrethet e tjera që kanë luajtur të Besa, ky numër është 354 futbollistë. Duke që ini misor, Fatmir, ini misor ju Kavajsit. Natyrisht Besa është një strehe ngrohtë, përtej se ka dhe detin, ku unë po i shtoj dhe prapashtesën, kush ka afër detin ka edhe mbretin. Okej, Fatmir, dëgjoj, unë të premtoj kështu publikisht që unë kam dëshirë, do të bisedoj dhe me programacionin, që në atë ditë do të jemi edhe me kameran dhe mikrofonin e RTS Korçës për të pasqyruar ata aktivitet tuajnë që do të zhvilloni atje në Kavaj. Dhe kolegët e mi që kam në studio janë të rinj, po me shumë formim, do thosha që kur dëgjuan ato të dhënat tuaja, natyrisht reaguan dhe thanë çfarë po ndodh kështu. E pra, na mungon një statistike si Fatmir e Fica. Dhe një dhënë që sigurisht që e bën shumë krenare Besën në raport me shumë gjëra tjera, 158 familje të Kavajës i kanë dhënë Besës në vite në 100 vjet 3 dhe mbi 3 futbollistë në radhët e Kavajës dhe ku rekordi është i familjes Merhori, 22 futbollistë në 100 vjet. Pra 2 skuadra janë vetëm me emrin Merhori. Imagjinoni çfarë rekordesh të veçanta, shumë të veçanta, do t'i ndesi... Fatmir, mos me zbulot të gjitha, unë të premtoj që kur të ta libri jo do t'a kemë këtu në studio, po do të kemë edhe ty, edhe Fatmir e Ficën t'a kemë këtu në studio për na folur më gjërësisht se me të vërtetë janë momente. Por le të urojmë dhe shpresojmë që gjithë shka të shkojmë mirë. Faleminderit Fatmir e Fica, natën e mirë të falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Stadiumi nuk e pyet më.
Mos ja prishim sot atë megjithatë. Ke lëmgëzimin e librit. Sa po fitoi 4 blerës njështë e libri, se ishte shumë interesant, gjë që ne nuk e kemi parë që na ofroi as teknologjia dhe as gjë. Shko, unë nuk do të kaloj tek teknologjia, por do ta filloj një kritik nga vetja dhe pastaj për ta vazhduar me të gjithë kolegët e mi gazetarë të Korçës, të gjithë gazetarët sportivë, që në fundit nuk kemi një libër për historinë sportive. Unë besoj Ildi se kujto prej nesh që nëse ti kërkoj një gjë e tillë do ta bante. Por është e kuptueshme do të kesh pasionin, mbështetjen që ka Fatmir Fica dhe shumë të tjerë që kanë shkruar libër. Fica ka dhe avantazhin me aq sa kam unë informacion që një pjesë shumë të madhe statistika e ka mbajtur vetë, sepse është dhe një brez që i ka parë besën e Kavajës që prej viteve. Mundet të thuhet që është 40 vitet e fundit besoj 5 vite ka mbuluar vetë. Statistikat më të mëdha. Tani është më thjesht, besoj se duhet pak dëshirë dhe një lloj mbështetje për t'i dhënë atë çdo qyteti atë që meriton për sa i përket pjesa e historisë së vjetër është pak e vështirë. Natyrisht edhe Korça meriton të kenë një mbështetje të tillë, por është një punë voluminoze, por që kërkon edhe pak mbështetje, kërkon edhe vlerësimi i të gjithë atyre legjendave apo futbollistëve që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm ndër vite, qoftë për futbollin, por edhe sporte të tjera, meritojnë më shumë vëmendje dhe më shumë vlerësim për sa i përket anës historike, pasi shumë nga ne të rinë nuk kemi informacionin e nevojshëm për një pjesë të konsiderueshëm të legjendave të sportit. Do ta quaj Romi kërkim shkencor, sepse është detyrë, sepse sa mos po flasim përpara 100 vitesh, sepse nuk është, jam dakord me që sot këto sezonet le të themi 15 vitet e fundit mund t'i gjesh edhe online, shumë dhe të lehtëson deri diku punë. Jo, ka kaluar. Ato të vjetrat duhet vesh t'i rëmosh në arkiva, gazetat e vjetra, të dhënat e vjetra, siç janë libra që ka bërë Giovanni Armilota apo Besnik Dizdari po. Shko, ne mund të mbajmë mend këto 10-15 vjet, por mos harro se pas 20 vitesh nuk do të jemi atë që do të mbajmë mend. Po patjetër ka breza të tjerë që do vinë, po pikërisht, dhe kjo ndofta Fatmir Fica, ndofta ne na dha një mesazh, ndofta na dha një indicje që edhe ne duhet të kemi një gjë të tillë. Ne do të qëndrojmë përsëri tek futbolli, por këtëherë do të kalojmë tek U19-at. U19-at të cilat po përgatitet për kompeticionet europiane, regjia mund të më jap kronikën në këto momente dhe më pas le të diskutojmë pak në studio edhe për këtë çështje. Skuadra e Skënderbeut U19 po zhvillon përgatitjet e fundit për debutimin në UEFA Youth League, ku në datën 17 shtator do të përballet në transfert me Inter Club Descaldes nga Andorra, ndërsa ndeshja e kthimit do të luhet në datën 1 tetor në Korçë. Bardekuisht po stërviten me ngarkesa të larta dhe një atmosferë të mbushur me entuziazëm për sfidën historike që i pret. Drejtuesit e akademisë, trajneri dhe vetë futbollistët e shohin pjesëmarrje në këtë kompeticion si një mundësi unike për të treguar vlerat e brezit të ri korçar dhe për të përfaqësuar me dinjitet Skënderbeun dhe Shqipërinë në arenën europiane. Në këtë nivel ku po luajmë, siç është kompeticioni Champions League-s, nuk ka rival të lehtë, të gjithë rivalët janë të vështirë. Ne kemi vlerësuar mjaft mirë kundërshtarin, e kemi vlerësuar shumë pavarësisht emrit dhe shtetit me këtë do luajmë. Edhe prishmërit tona janë që të paktën të dalim mirë në 2 ndeshjet e para të turit parë. Objektivat e këtij ekipi në Champions janë që ne ta shijojmë këtë kompeticion, të luajmë bukur, të luajmë denjësisht, të përballemi denjësisht me çdo kundërshtar, edhe mendoj se do kalojmë me sukses. Duhet ta shijojmë. Stafi teknik po i kushton rëndësi jo vetëm përgatitjes fizike, por edhe aspektit taktik dhe psikologjik për ta futur skuadrën në fushë sa më të gatshme. Lojtarët gjithashtu duken të motivuar. Ky kompeticion është shumë i madh dhe ne do japim maksimumin për treguar çfarë vlera ka ky ekip dhe të nderojmë klubin, qytetin, edhe pse jo të japim maksimumin ton. Ky kompeticion na jep shumë ndjesi pozitive për ne dhe për ekipin, dhe pse jo të vazhdojmë për më tej dhe të kalojmë çdo tur. Nëse arrin të kalojë këtë raund, Skënderbeu U19 do të sfidojë në turin e dytë Aston Villën nga Anglia, një kundërshtar i nivelit të lartë që e bën edhe më të rëndësishme përballjen e parë me skuadrën andoriane. Kote, kjo është atmosfera të cilën Enea Prenja si na i përcolli në këto momente me ekipin e Skënderbeut U19, ekipi kampioni i sezonit të kaluar që tashmë është para provës së vërtetës. Ju jeni një prej atyre të trajnerëve të akademisë. Çfarë opinioni keni dhe si mendoni? Unë do e bëj lidhjen e Romi që nga breza më të veç. Bëj një punë me përkushtim nga gjithë trajnerët. Dhe kuptohet
që do i vinte ky moment, që do dini. Pra, ju mendoni se nuk është rastësi? Jo, s'është rastësi, sepse puna përkushtojnë të gjithë. Po mua më bën vetëm diçka përshtypje. Kombëtarja duhet të kishte marrë futbollistë pak në vakt. Po. Sepse një ekip ku de kampion, një kvalitet ose një futbollist me kvalitet e ka. Kote, qoftë kishte dalë edhe kombëtarja U15-ave, kishte Skënderbeu ndonjë futbollist, qoftë edhe tek U19-at? Asnjë, fatkeqësisht jo. Atëre, çfarë ndodh? Një ekip që do të ketë një përballje dhe mund të kalojë edhe turnin e parë. Nuk e dim, domethënë por që të paktën kur arrin një ekip deri në këto është kënaqësi për gjithë Shqipërinë. Nuk është vetëm për qytetin tonë. Atëherë si pas ka kualitete 2-3 futbollista për të vajtur kombëtare? Po. Mos e vlerësosh kaq të ekip. Gjithmonë Korçë nuk e di, Romi, ne kemi parë ku ishim në ato vitet e harta. Nuk e përmend një televizion. Po ta kishim në më ishim pak larg, ishte ftohtë. Ndoshta, bravo. Distanca ndikon, po. Ndikon distanca? E kupton. Se mua bën përshtypje. Po listat e kombëtarëve gjithmonë kanë prodhuar polemika, janë çik mos në moshat bëhen e qoka. Se ky ekip nuk është kohë deri këtu. Po. Jo, nuk e vëmë shumë një ekip që natyrisht do të ketë edhe një paraqitje, pritet që të ketë një paraqitje mjaft të mirë. Për të shkruar kjo ndeshje unë në bazë të nivelit që shikoj tek ekipi Inter Escaldes, ne si futbolli tonë është shumë më lartë se sa futbolli i Andorrës. Dhe kjo duhet pasqyrohet dhe me ekipin tonë U19, ne nuk duhet ta diskutojmë këtë ekip. Sepse ne Shqipëria, unë shikoj këtu, Shqipëria është shumë më lartë se sa Andorra. Dhe kështu duhet pasqyrohet dhe te klubet e para, dhe te klubet e dyta, dhe te moshat. Dakor. Jo, nëse ne nuk arrim dot të kalojmë Inter Escaldes, pastaj është e kot. Shko, nuk është çudi që mos e kalosh. Jo, më falni, nuk është gënjim, edhe për çfarë fakti që ky ekip është Akademia e Barcelonës. Jo, nuk është Akademia e Barcelonës. Po, merre vesh, mirë informacionin, sepse ne Zhidro më ka thënë, sepse ai ka studiuar ekipin dhe më ka thënë që është lidhur, është pjesë e Akademisë së Barcelonës. Do të thënë gëzim sepse Andorra është popullsi ka, sepse për shkaqe demografike, po jo për shkaqe. Po, mos i marrim kështu se është Andorra me embër apo unë nuk e mora me emër, thash gënjim në kuptimin që pritshmëria është që të paktën turi parë të kalojë, në këtë kuptim është gënjim, nuk thash se është dështim. Ide pa turnin e dytë po kush na vjen. Turni dytë pastaj vjen një po kalojmë turnin e parë. Si Akademia Aston Villës dhe besoj se nëse Skënderbeu arrin t'ia dalë me sukses do të jetë një eveniment sportiv i jashtëzakonshëm për moshat e të gjitha klubeve shqiptare që një ekip, një klub prestigjioz si Aston Villa të mund të ballafaqohet me një skuadër shqiptare. Pra jo vetëm në ekipin e të rriturve, por Skënderbeu do të tentojë të ngelet në histori edhe për sa i përket ekipeve europiane në 19 vjeçare. Do të diskutojmë dhe pas një informacion të fundit edhe në lidhje me këtë ndeshje për të mërkurën. Ndeshja është në orën 14:30, shpresojmë që të jetë një transmetim nga Andorra në një rrjet YouTube apo në një rrjet tjetër dhe do të jenë një treshe hungareze që do të gjykojnë ndeshjen. Unë jam me këtë ide, që si trajner e si futbollist që kam qenë, ne ekipi U19 ka arritur qëllimin tonë. Që ka dalë kampion dhe ka arritur deri këtu. Ka qenë disa vite precedent dhe ka shkuar në fund. Kërkesat janë të mëdha. Okej, duke qëndruar tek ky nivel i lartë europian, unë do të kaloj tek disa foto. Janë foto sportive të Ermal Kuqës dhe Erxhan Osmanit. Regjia mundet më jap në këtë moment pikërisht fotot dhe nuk e di, do ta kaloj tek ju Brendon. Ç'të thon këto fota? Mirë, për të dy janë, le të themi, dy lojtarë, njëri ish lojtar tashmë është në pozicion drejtuesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Kuqo, djali një familje me shumë traditë në basketboll shqiptar, i lindur në Korçë, më pas i rritur në Tiranë, babai dhe xhaxhai i tij kanë luajtur dikur me Partizanin. Kuqo më pas një viti në një moshë tepër të re tek Tirana kalon tek Fenerbahçe dhe më pas merr në shtetësinë turke dhe më pas luan deri në vitin 2010 me kombëtarin e Turqisë. Ka tentuar 2 vite në vitet 2001-2002 me basketbollin e kolegjeve në NBA në Amerikë dhe në draftin e verës nuk ka arritur për arsye të ndryshme të bëhet pjesë e NBA dhe më pas është rikthyer përsëri me ekipe kampione në Turqi, kampione në kampionatin turk, në Euroligë, pjesëmarrës disa herë, madje në 2017 pasi la karrierën ka qenë nga fytyrat përfaqësuese të Stambollit në Final Four, pra është vlerësuar shumë nga ana e
Superligës basketbollit nga ana e Turqisë, dhe që prej atij momenti u bë skauti kryesor, shefi skautëve për rajonin e Europës Lindore, kryesisht për Los Angeles Clippers, një nga klubet më të njohura të basketbollit amerikan, dhe nga ky vit, pra nga ky muaj shtator, para pak javësh u emërua zyrtarisht drejtor, pra një farë shefi ekzekutiv për pjesën e ekipeve të të rinjve, pra që është G-Liga, pra Liga e të rinjve në basketbollin amerikan në NBA, po këtë radhë tek New York Knicksat, pra një nivel shumë i lartë, besoj në basketboll nuk kemi arritur këtë nivel. Po çmend të rritin. Erxhan Osmani, lindur në Tropoj në Baramcuri, në veri të Shqipërisë, kryesisht ka filluar karrierën e tij në Prizren dhe në kampionatin kosovar, dhe më pas edhe ky si kuqe në moshë shumë të re transferohet më pas drejt Turqisë, dhe më pas Turqia e fut tek ekipet e saj kombëtare, dhe e pam në këtë Europian, ku Turqia surprizoi deri diku pasi kaloi shumë ekipe pretendente, përfshirë dhe Greqi. T'jalim Petrika 1 minutë. Dhe humbi finalen me Gjermaninë për Europianin. Të lutem sepse kam një informacion të fundit. Për Europianin Turqian unë konsideroja në 4 ekipet kryesore: Turqi, Gjermani, Sloveni dhe Greqi. Fol pak për finalen. Sajta ko finales ishte një finale që kushdo që të fitonte ishte plotësisht e merituar, një super lojë si nga Gjermania si nga Turqia. E ka vendosur një lojtar gjerman, Bonga, mos gaboj, ai ka bërë 4 bëri me rezultati jo më shumë se 3 pikë, mos gaboj, dhe 22-89. Po, dhe ishte në mënyrë fantastike treshka që nuk kishte shans t'i bëje, ato hynin në kosh, kështu që Ndërkohë kemi edhe një foto tjetër për një lajm të fundit që na vjen nga Komiteti Olimpik Shqiptar. Do të lutesha regjisë, kalojmë tek mundja. Valjev, është ai, të lutem pak regjia foton. Ndërkohë kishim, duhet të thënë, kampionatin botror në Kroaci të mundjes. Kishim 2 mundësit çeçen, Dudaev dhe Abakarov, të cilët për fat të keq, ndryshe nga botrori i kaluar ku shpallën kampion. Ja ku është? Ky është Çermen Valjev nga Osetia ose Abkazia, domethënë me origjinë nga Federata Ruse, por që ka disa vite që konkuron për kombëtaren shqiptare, medalist në lojrat e fundit olimpike, dhe këtë kampionat arriti deri në finale dhe është mundur me japonezin në finale për shkak të një problemi fizik në gjuhë. Ishte në një moment në avantazh, por më pas për shkak të problemeve fizike e humbi për fat të keq ndeshjen dhe mori vetëm medaljen e argjend, pra u shpall nën kampion i botës para 2 orësh. Po, patjetër për Shqipërinë është një arritje shumë e madhe, por kurse Dudaev dhe Abakarov, pra 2 mundësit e tjerë, për fat keq u eliminuan në 1/8 dhe në çerfinale dhe nuk i plotësuan ato pritshmëritë që ishin, pra për të paktën të hyrë në zonën e medaljeve. Kështu që mbetet për të krenuar vetëm me medaljen e Valjev mundja shqiptare në këtë botror. Okej. Natyrisht, koha i shpejt, minutat bëjnë punën e vet, koha televizive këtu përfundoi. Përfitojmë nga rasti që në këtë sezon, në këtë emision të parë, kërkojmë ndjesë të gjithë sportazhëve të Devollit, Maliqit apo edhe Ersekët. Por do t'ju premtojmë që në edicionet e ardhshme. Shko, në radhën, domethënë emisionin e radhës, sepse ata kanë kohë datë 28 fillon kampionati, dhe un kam komunikuar edhe me të 2 klubet për të qenë transparente, më kanë thënë që të prisni edhe pak kohë derisa ne të bëjmë të formatohen plotësisht për të folur me ashtu, kështu që do t'i kemi gjitha këto, por nuk do të harrojmë edhe Ersekën. Ilti, të falenderoj. Gjithmonë kënaqësi. Brendon, faleminderit. Faleminderit. Kote, faleminderit. Petrika, faleminderit. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ata që punuan sot me mua, duke filluar nga kameramanët, teknikët e transmetimit, të gjithë që dhanë kontribut për realizimin e këtij emisioni, si dhe gazetarët e terrenit që përgatiten kronikat. Falënderim për të gjithë ju miq që qëndruat në RTS Korça në emisionin tonë sport. Ju le takim javën e ardhshme në të njëjtën orë. Nga unë Romeo Zenzifi, natën e mirë.